Fenomeni shkodran Louise Ailey ka ditur gjithmonë si ta mbaj publikun të lidhur pas tij, duke përdorur humorin e tij të veçantë dhe spontanitetin që e karakterizon. Së fundmi, ai ka publikuar një video që ka bërë të qeshin me lot shumë prej ndjekësve të tij. Në fillim, Louise u shfaq serioz, i ulur në makinë, duke dhënë një lajm që dukej tepër emocionues dhe i shumë pritur. Ai tha se familja Ailey do të shtohet me një antare të re dhe se këtë herë nuk bëhet fjalë për një djalë, por për një vajzë. Këto fjalë bën që shumë ndjekës të emocionohen dhe të mendojnë se bëhej fjalë për një njoftim të madh personal. Por, vetëm pak sekonda më pas, situata mori një kthes gazmore. Me një buzëqeshje karakteristike dhe humorin e tij të njohur, Louise e ktheu kamerën drejt një kukulle gjigande princeshe, të veshur me një fustan blu që e kishte vendosur në sediljen e makinës. Kukulla ishte një dhuratë e tij për vogëlushen Luna Mari dhe menjëherë çdo gjë mori një tjetër kuptim. Louise e shoqëroi momentin me të qeshura, duke thënë me humor se kukulla ishte aq e madhe sa ai do të detyrohej të flinte në balkon. Videoja shkaktoi të qeshura të mëdha në rrjet, pasi ndjekësit nuk e prisnin këtë kthes të papritur. Shumë prej tyre komentuan se Louise e ka aftësinë të luajë me emocionet e publikut, duke e bërë fillimisht të mendojë për diçka serioze e më pas duke e surprizuar me një shaka të pafajshme. Pikërisht ky stil e ka bërë atë të dashur për publikun, pasi arrin gjithmonë të përcjellë pozitivitet dhe energji të mirë. Ky veprim tregon sërish anën e tij të dashur dhe të përkushtuar si baba. Dhurata për Lunën nuk ishte një kukull e zakonshme, por një kukull gjigande që e bëri surprizën edhe më të veçantë. Dashuria e tij për të bien shihet në çdo detaj dhe ndjekësit e vlerësojnë shumë mënyrën se si ai kombinon jetën familjare me momentet gazmore për publikun. Ky episod është një tjetër dëshmi se Louise mbetet një nga figurat më të dashura të showbizit shqiptar. Ai di si t'i kthej edhe momentet më të thjeshta të përditshmërisë në histori që mbeten gjatë në mendjen e njerëzve. Një kukull për Lunën u kthye në një lajm viral, duke treguar fuqinë që ka humori dhe spontaniteti i tij. Në fund, ajo që e bën Louise Ailey kaq të veçantë është aftësia e tij për të sjellë gjithmonë buzëqeshje, duke na kujtuar se edhe surprizat më të vogla mund të kthehen në momente të paharrueshme kur shpërndahen me dashuri dhe humor.